Vitin që do të vi, ne do tërheqim të gjitha tarifat roaming midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, deklaroi me 13 tetor 2025 në Tiranë Ursula von der Leyen. 3 muaj më parë, shefja e Komisionit Evropian ju bëri shqiptarëve këtë premtim të madh të udhëtosh në çdo vend antar të Bashkimit Evropian, pa u shqetësuar për tarifat e telefonit. Ky nuk është ende një realitet, por qeveria ka hartuar ndryshime ligjore që i hapin rrugë këtij realiteti. Ligji i ri është një pasaportë digjitale, ashtu siç lëvizim të lirë në Europë, së shpejti edhe valët e telefonit ton do të udhëtojnë pa viza, duke e bërë kufirin midis Tiranës dhe Brukselit të padukshëm në faturën ton telefonike. Qeveria ka ndërmarrë një nismë ligjore për të ndryshuar ligjin për komunikimet elektronike, me synimin e qartë që do të thotë të komunikosh në Europë me të njëjta tarifa si brenda vendit. Sipas relacionit, ky aksion është një domosdoshmëri për integrimin e përshpejtuar të Shqipërisë në tregun unik digital të Bashkimit Evropian. Objektivi politik është që brenda vitit 2026 qytetarët shqiptar të përfitojnë nga tarifat e reduktuara, duke lehtësuar lëvizjen e lirë dhe duke përmirësuar klimën e biznesit midis Shqipërisë dhe vendeve anëtare. Kompanitë celulare në Shqipëri do të jenë të detyruara të zbatojnë tarifat maksimale të miratuara nga AKE për të parandaluar abuzimet dhe për të garantuar që roaming të funksionojë si në shtëpi. Për të garantuar që këto rregulla të mos mbeten vetëm në letër, ligji parashikon masa administrative me gjob për të gjithë operatorët që nuk respektojnë rregullat e reja të roaming. Ligji i ri shihet një hap strategjik për të forcuar ekonominë digjitale dhe për të ofruar përime direkte për xhepat e qytetarëve, duke thyer barrierat e komunikimit. Edhe pse në relacion parashikohet dhe është optimist, keqja e tarifave të ndodh brenda këtij projekt ligji parashikon se zbatimi i këtij regjimi pasi të nënshkruhen marrëveshjet bilaterale me Bashkimin Evropian, ku do të përcaktohet edhe data e telefonisë pas roaming.